parasysh se humori është trashëgimi e çmuar e kulturës sonë kombëtare, duke njohur fuqinë e humorit për të lehtësuar barrën e jetës së përditshme, për të forcuar lidhjet shoqërore dhe për të stimuluar mendimin kritik, duke vlerësuar kontributin e brezave të humoristëve shqiptar në pasurimin e jetës kulturore të vendit, duke aspiruar për një shoqëri që e vlerëson satirën e shëndosh dhe të menduarin në humor si shprehje të maturisë qytetare. Ne shpallim këtë proklamat për nxitjen dhe kultivimin e humorit në Shqipëri. Neni parë, liria e shprehjes humoristike. Garantohet e drejta e çdo shqiptari për të shprehur lirisht humorin dhe satirën në të gjitha format artistike dhe të komunikimit. 2. Askush nuk duhet të penalizohet për krijimin dhe shpërndarjen e përmbajtjes humoristike që kritizon institucionet, figurat publike apo fenomenet shoqërore. Neni i dytë, mbështetja institucionale. 1. Të krijohet fondi kombëtar për humorin, që do të financojë projektet kreative në fushën e komedisë, satirës dhe karikaturës. 2. Të përfshihet humori dhe satira si kategori e veçantë në programet e mbështetjes së arteve dhe kulturës. 3. Të organizohen çdo vit Festivali Kombëtar i Humorit dhe çmimi vjetor për kontributet e shquara në fushën e humorit. Neni 3. Edukimi dhe kultivimi i humorit. 1. Të përfshihet studimi i traditës së humorit shqiptar në programet shkollore dhe universitare. 2. Të krijohen kurse dhe workshope për zhvillimin e talenteve të reja në fushën e stand-up comedy, satirës dhe shkrimit humoristik. 3. Të mbështetet kërkimi shkencor mbi historinë dhe zhvillimin e humorit shqiptar. Neni 4. Hapësira për humorin. 1. Të sigurohen hapësira publike dhe private për shfaqje të rregullta humoristike në çdo qytet të vendit. 2. Të krijohen platforma digjitale për promovimin e talenteve të reja dhe përmbajtjes humoristike cilësore. 3. Të nxitet bashkëpunimi ndërkombëtar për shkëmbimin e përbojave dhe praktikave të mira në fushën e humorit. Neni 5. Etika e humorit. 1. Të promovohet një humor që respekton dinjitetin njerëzor dhe diversitetin kulturor. 2. Të kultivohet aftësia për të qeshur me vetveten si shenjë e pjekurisë qytetare. 3. Të mbrohet liria e humorit përballë çdo tentative për censur apo kufizim. Duke besuar se një shoqëri që di të qesh është një shoqëri që di të mendoj, ne i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve, institucioneve dhe organizatave të angazhohen për zbatimin e kësaj proklamate dhe për kultivimin e humorit si vlerë kombëtare. Dhe në Tiranë më 5 maj 2025 dhe firmat.